Grupi parlamentar I Partisë Demokratike ka dërguar një letër zyrtare ambasadave të akredituara në Tiranë, duke kërkuar monitorimin e procesit në Gjykatën e Lartë të Shqipërisë. Shkak për këtë veprim është bërë vendimi I kreut të Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi, I cili ka thirrur kolegjet e bashkuara më 9 prill për të rishikuar vendimin unifikues të vitit 2011 mbi masën e sigurimit të arrestit në Burg dhe kohëzgjatjen e saj. Sipas Gjykatës së Lartë, vendimet e gjykatave për masat e sigurisë duhet të jenë të arsyetuara individuale dhe të plota. Kjo përfshin argumentimin e nevojës për arrest me burg në vend të një mase alternative, dhënien e provave për vazhdimin e arrestit dhe vlerësimin e rrezikshmërisë së personit akuzuar. Por sipas PD-s, kjo nismë e nisur personalisht nga kryetari I Gjykatës së Lartë është pa një bazë ligjore të qartë dhe vjen në një moment delikat për luftën kundër korrupsionit në vend. Demokratët kërkojnë nga ambasadat të monitorojnë kolegjet e bashkuara të Gjykatës së Lartë, të sigurojnë transparencë dhe respekt të standardeve ndërkombëtare, si dhe të mbështesin një sistem drejtësie të paanshëm dhe të pavarur në Shqipëri.